Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për herë të nëntë që të konstituojnë Kuvendin e Kosovës pasi nuk kaloi propozimi i kryesuesit të seancës Avni Dehari për votim të fshehtë për kryeparlamentaren. Ai ka propozuar që votimi të kryhet me fletë votime fizike, por kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se partia e tij refuzon mënyrën e votimit të fshehtë për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes deputetes Hikmete Bajrami ka refuzuar pjesëmarrjen në votim të fshehtë. Si Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë cilësuar të palishëm ndërrimin e formës së votimit. Ndryshe nga herët e kaluara, nuk është propozuar kandidati për kryetar të Kuvendit nga partia fituese zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje. Procesi ka ngecur pasi partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin që të sigurojë votat e nevojshme për kandidaten e saj për kryetare të Kuvendit. Në 5 nga 6 votimet për zgjedhjen e Albulen Haxhiut kanë votuar vetëm 57 deputet, teksa asaj nevojiten të paktën 61 vota të nevojshme për të zgjedhur në krye të Kuvendit. Haxhiu shihet nga disa parti parlamentare si figurë përçarëse, por Vetëvendosje ngul këmbë se ajo është kandidatja që e meriton postin e kryetares së Kuvendit. Seanca e konsultimit ka nisur në 15 prill dhe në 8 seancat paraprake deputetët kanë arritur të kalojnë vetëm 2 pikat e para të rendit të ditës. Miratimin e raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve, por kanë ngecur në pikën e tretë, atë të zgjedhjes së kreut të ri të organit legjislativ.